Banca shkollore moj mike, ty zemra u deshëm dikur, as vet nuk e di si më ike, dhe zemrës i vure një gur. Në banka shkollore moj mike, dy zemra u deshëm dikur, as vet nuk e di si më ike, zemrës i vure një gur. Unë dam në errësirë, jeta ndarje ka, por se zemra lam të mirë, zemrës nuk i tha. Unë dam në errësirë, jeta ndarje ka, por se zemra jam të mirë, zemrës nuk i tha. Dëshuria e par nuk harrove, dëgjoje këtë fjalë që trondi, se mali me mal nuk bashkove, por njerëzit takove një ditë. Unë dam në errësirë, jeca ndarje ka, por se zemra lam të mirë, zemrës nuk i tha. Unë dam në errësirë, jeca ndarje ka, por se zemra lam të mirë, zemrës nuk i tha. Bravo Joni, dhe butrin ti, faleminderit për këtë super hyrje sot, një këngë mjaft të bukur, një këngë e vjetër, mirë po e cila jam shumë sigur që ngjall nostalgji për gjithë ju, të cilët e keni dashur dhe vazhdoni ta doni këtë këngë. Mirë se vini në episodin më të ri të emisionit tuaj të preferuar të pasdites pastel, duke shpresuar që këtë ditë të hënë, sepse siç e dim dita e hënë është dita më e vështirë për ta nisur javën, por shpresoj se shumica nga ju e keni nisur me pozitivitet dhe energji të bukur, dhe duke shpresuar shumë që fundjavën e keni kaluar me njerëzit e dashur, keni dhuruar dashuri në këtë kohë të vështirë dhe kaotike që po e jeton secili prej nesh. Dhe si gjithmonë ju e dini që në pastel nga e hëna të premte në terminin e rregullt në orën 15 ju keni rastin që për një orë të ndiqni biseda kualitative me ftuar shumë interesant, gjithashtu kronikat të cilat janë shumë shpesh pjesë e emisioneve tona. Dhe tashmë gjithë ju të cilët jeni miq besnik të emisionit tonë, e dini që ne nuk kalojmë dot pa dhënë nga një lajm të shkurtër për miqtë tanë të pandarë të emisionit që janë Llotaria Shtetërore e Maqedonisë. Sot kam gjithashtu një lajmërim të shkurtër për gjithë ju të cilët jeni tashmë pjesë e lojrave të ndryshme të cilat i ofron Llotaria Shtetërore. Ata vazhdojnë t'i befasojnë dhe surprizojnë lojtarët e tyre besnik, kështu që në bonus lojën më të re për të gjithë lojtarët online të Loto 7 kanë mundësi shtesë për të fituar shuma të ndryshme parash duke filluar nga 50.000, 100.000 deri 150.000 denar. Një prej tyre ishte Borçe Cenov nga Kavadarci, i cili në edicionin e tunës të mbajtur më datën 13 arriti të fitojë dhe të kthehet në shtëpinë e tij me plot 100.000 denar. Borçe në fakt është edhe një lojtar i rregullt online i Loto 7 dhe ishte i ftuar në edicionin e fundit të emisionit të Llotarisë Shtetërore këtë të shtunë. Të gjithë ju që keni dëshirë të bëni pjesë e të cilat janë shumë të shpeshta dhe ofrojnë dhurata nga më të ndryshme, të cilat tashmë ne i përmendim rregullisht, e keni këtë mundësi vetëm duke u regjistruar fare thjesht dhe lehtë në www.loto.mk, duke u regjistruar, tani po më ndihmon fakt dhe regjia për ta sqaruar për gjithë ju të cilët ende nuk e keni bërë këtë regjistrim dhe mund ta bëni sot, duke i shtuar vetëm të dhënat tuaja personale dhe vazhdoni pastaj në pjesën tjetër për të bërë pjesë e lojrave. Tashmë kemi treguar që keni në dispozicionin tuaj plot 10 kombinime. Vetëm një kombinim në fakt kushton 100 denar, ndërkaq në qoftë se ju zgjedhni të bëni plot 10 kombinime me vetëm 200 denar, ju mund të fitoni
televizionit, shifrën e cila tashmë ka kaluar 14 milion, që nuk I dihet fati të ndruar shikues me këtë shumë të madhe parash, mund të kryeni shumë gjëra, jam shumë e sigurt në këtë. E tani, pasi dham këtë lajmërim të shkurtër për llotarinë shtetërore të Maqedonisë, sigurisht tani është koha që të ftoj edhe të ftuarin tim special I cili vjen nga Kosova dhe është një artist shumë veçantë, I cili pak ditë më parë solli dhe prezantoi në fakt një ekspozit ndryshe, jo standarde të cilat jemi mësuar që të shohim shumë shpesh, në Galerinë Nacionale. Është Burim Myftiu, I cili do të na flasë për këtë ekspozit ndryshe dhe me një tematik shumë të thellë. E ftoj tani të ftuarin të bashkangjitet. Mirë se vini, zotri Burim, është kënaqësi t'ju kemi sot në Pastel. Të flasim për këtë ekspozit, për këtë punë mjaft të madhe që është bërë dhe është prezantuar ndryshe nga ekspozita tjera të cilat kemi pasur rastin që t'i ndjekim në vendin tonë kryesisht. Mirë se vini, kënaqësi t'ju kemi. Duhet ju pyes si kaluat rrugës sepse u kthuat nga Kosova për të marrë pjesë në Pastel sot. Shumë mirë kalova rrugës, ju faleminderit për ftesën në studio dhe ju përgëzoj për studio të mrekullueshme që e pas keni. Shumë faleminderit, është kënaqësi ne t'ju kemi dhe të ndajmë studion bashkë me ju sot. E unë para se të nisim në fakt bisedën, të flasim për ekspozitën Kujtime, Remembers, është thënë edhe në disa gjuhë tjera do ta flasim pas pak, për gjithë ata të cilët kanë pasur rastin në fakt që ta ndjekin këtë ekspozitë direkt të vinë në Galerinë Nacionale. Shumë bukur. Ndërka që për pjesën tjetër, si rasti im që nuk pata mundësi në fakt që të vita ndjek ekspozitën, kam përgatitur një kronik të shkurtër nga pamjet të cilat I keni xhiruar ju në fakt, gjithashtu dhe me tekstin të cilën e kam huazuar nga Galeria Nacionale, cila bën një përshkrim të shkurtër për këtë ekspozitë. Ndjekim dhe rikthehemi për të vijuar bisedën deri në detajet të fundit. Ekspozita me titull Kujtime e autorit Burim Myftiu është kryesisht në mediumin e fotografisë, instalacionit dhe videoprojeksionit. Modeli është personazhi kryesor I këtij projekti konceptual, e prezantuar përmes fotografive, instalimeve dhe videoprojeksioneve. Modeli na çon në një kohë tjetër, gjatë luftës në Kosovë. Modelet ka një rol të dyfisht ose të trefisht për Burim Myftiun. Ai përpiqet t'u jap një detyrë të re modeleve përmes këtyre fotove, një funksion tjetër I ndërtuar në një koncept. Modelet e filmuara nga Burim Myftiu nuk reklamojnë më veshjet, por me shprehjet e fytyrës, me gjymtyr të thyera, hund dhe sy të pazakont pranojnë një histori, zhgënjim dhe tmerr. Kjo pasohet nga një video instalacion ku shfaqen personazhet imagjinare të modeleve, dëshmitar të një ëndre të thyer. Autori përmes veprave të tij dënon dhunën. Asnjë dhunë në botë nuk ka arsyetime, vetëm justifikime. Përmes këtyre fotografive, instalacioneve dhe videoprojeksioneve, autori flet hapur për mohimin e gjenocidit dhe mohimin e vuajtjeve dhe tragjedisë njerëzore.
Pas kësaj përmbledhje të shkurtër, të cilën unë doa ta bëj për gjithë ata të cilët nuk patën rastin që t'jenë aty. Mirë po ju kemi sot juve në studio për na treguar për komplet këtë ide, një ekspozitë jo e zakonshme artit bashkëkohor që vjen në fotografi, modele të cilat kanë pasur një funksion shumë të rëndësishëm në fakt në këtë ekspozitë. Dua ta nisim nga ideja për të kaluar pastaj deri në temi në pjesën e fundit në ekspozitën e realizuar. Më datë 11 ishte në fakt nëse nuk gabohem. Si ju lindi ideja, pse vendosët që të sillni një ekspozitë ndryshe dhe cilat kanë qenë pritshmëritë tuaja në fakt dhe pse pikërisht kjo temë, gjenocidi i mohuar dhe lufta në Kosovë ka qenë tematika e përzgjedhur për këtë ekspozitë? Po, pikërisht tematike e kësaj ekspozite edhe pse jo në shikim të parë është lufta që ndodhi në Kosovë, mirë po edhe lufta si një ngjarje universale në mbar botën, edhe një protest faktikisht kundër këtij fenomeni të luftës. Ideja lindi nga kjo se gjatë luftës unë nuk bëra ndonjë fotografi shumë, edhe nuk më donte zemra të bëj fotografi gjatë luftës. Mirë, po pastaj më vonë unë e ndiva një nevojë zbrasti që edhe, si të them, dëshpërim që nuk bëra asgjë gjatë luftës, që të kem edhe unë diçka ndonjë kontribut për çka ndodhi, për cilat vojtje kaloi populli ynë, dhe e pash në dyqan një kukull, një manekinë të thyer, po më duke interesant dhe fotografova edhe mandej u ktheva edhe i fotografova edhe disa të thyera. Dhe bisedova me pronarin e ati dyqani i cili më tregoi ngjarjen se ato prej detonacioneve në Gjakov ishin rrëzuar para dyqanit, po ai i përdorte akoma, sepse ishte periudha pas luftës edhe ai s'kishte mundësi të blente tjetër, do të tjera këto manekine, kukullat. Edhe ashtu më tregoi tregimin edhe më shkrepi ideja të bëj një projekt, pastaj një cikël e kësaj u ekspozua në Bregenz, në Kunstlerhaus të Austrisë, dhe në kohën e fundit pas shumë viteve, sepse ky është një projekt afatgjat, më shumë se 15-20 vite punoj këtë projekt të kujtesës, vendosa të bëj një ekspozitë të madhe, dhe Galeria Nacionale më vendosi në programin e tyre në Shkup, dhe u realizua me ndihmën e miqve, me përkrahjen e të gjithë atyre që ishin të interesuar të shohin mënyrën time të shprehuritt të luftës. Ashtu. Fotografi nga kukulla manekin, si që quani dhe ju, ndryshe në një ekspozitë vetme, po ashtu dhe modelet të cilat ishin direkt aty dhe kishin edhe ato një rol mjaft të rëndësishëm. Dua të di si u prit komplet ekspozita, me qenë se do vazhdoj të jetë hapur deri më datën 26, për gjithë ju të cilat nuk e keni vizituar, keni hapësirë në fakt të shkoni dhe ta vizitoni edhe në vazhdim. Duhet të di cilat kanë qenë komentet e para, janë realizuar temi ato pritshmëritë tuaja, sa ka pasur vizitorë dhe cilat kanë qenë komentet më të bukura të cilat i keni marrë nga gjithë vizitorët të cilët ishin atje. Kishte shumë vizitorë duke llogaritur situatën e pandemisë në për cilën po kalon mbar globi. Kishte shumë vizitorë dhe ishin të interesuar, kryesisht janë njerëz të artit, sepse ekspozitat të tilla të artit janë për një numër të caktuar të njerëzve që e shijojnë, do thotë mund ta lexojnë një ngjarje të tillë kulturore, po ishin edhe anëtar të familjes dhe komplimentin më të mirë mora nga djali im i cili më tha, unë dija që ti po i fotografon këto manekine, po nuk dija që do t'jetë kaq e madhe kjo dhe kaq e bukur, se ai shikoja në monitor të kompjuterit i punoje, po. Nuk e kanë ditur që diçka serioze dhe kaq e veçantë po vjen. Po edhe ai u befasua me këtë, për mua është komplimenti më i madh kur një njeri të zemrës të thotë një fjalë të mirë. E ka vlerësuar, ka që mirë. Ndërkohë, dresa ju po flisni, ne në prapavi kemi edhe këto foto, mund t'ju shihni, unë në fakt po i shoh këtu e kam më praktike, kam shkëputur disa nga miqtë tuaj dhe pjesëmarrësit, vizitorët të cilët kanë qenë aty, gjithashtu shikuesit mund të shohin edhe pjesë nga puna që është prezantuar në Galerinë Nacionale. Tani dua të ndalem, me qenë se para se të nisnim bisedën, ju më treguat në fakt unë u interesova të di nëse ka pasur vizitor të artit nga pala maqedonase, sepse
ekspozita është prezantuar në Shkup. Duhet të di cilat kanë qenë komentet të cilat i ke marrë ndoshta nga vizitorë Maqedonas, duke marrë parasysh edhe tematikën që mbart në vete kjo ekspozit, kanë shprehur interesim që të dinë diçka më tepër, apo thjesht si e kanë komentuar qoftë tematikën dhe mënyrën se si ju e keni shprehur temjat kreativitetin tuaj në këtë ekspozit. Kishte vizitor nga të gjitha kombet. Do të thotë kishte vizitor përveç shqiptar, kishte edhe turq, edhe Maqedon, edhe Goran, mu afrua njëri, tha unë jam, tha Goran jam, edhe më bët, jam i Prizrenit, edhe më bët qefi, është ekspozit e bukur, më pëlqeu, jam fotografi galeris, edhe kam qef të takohemi të pim kafe pas ekspozitës. Është në fotografi ishte para pak sekondash ishte edhe Boro Arsovski, që është miku im i ngusht nga Shkupi, i cili po ashtu mirët me fotografi dhe me piktur, me muzik, me arte në përgjithësi. Për mua, do të thotë kjo, edhe pse është tematike luftës, të gjithë janë në një apo mënyrë tjetër të ndikuar nga lufta në ndonjë periudhë caktuar të kohës. Dhe është temë universale, edhe pse ajo para 20 viteve në ndodhi neve, është çdo kush e gjen veten në këtë në një farë mënyre. Kjo ekspozit pastaj është konceptuale, kjo është, të them, përbëhet, është art bashkohor, përbëhet prej disa elementeve. Në ekspozit kishte jo vetëm fotografi, por kishte edhe instalacion, kishte ready-made, sikurse dyshamp që e sollin në galeri pisuarin edhe vendosin në galeri nga dyqani për këto pajisje të instalimit të ujit, edhe tha, është vepra ime e artit kjo. Edhe u bën një zhurmë e madhe, gazetat në atë kohë shkruajtën si mund të jetë, është skandal, si mund ta merr pisuarin edhe ta fus në galeri edhe thotë është vepër. Mirë po, pas një kohe ai filloi të vlerësohet si artist shumë kreativ, edhe kështu filloi arti bashkëkohor, të themi. Unë i mblodha kukullat nga dyqanet edhe i solla ato që i fotografova, një pjesë të tyre i solla në galeri që njerëzit të shikojnë se për çfarë bëhet fjalë. I keni fotografuar ashtu siç ishin dëmtuar direkt nga dyqani, veç se kanë forma të ndryshme, në fakt dëmtime të ndryshme në fytyrat e këtyre modeleve, të themi kukullave. Pikrisht, Ka qenë ashtu ose keni punuar edhe ju? Ose keni marrë origjinale, vetëm e keni shfrytzuar aparatin tuaj? Ashtu si i kam gjetur para dyqaneve, ashtu edhe i kam marrë edhe i kam fotografuar, do aty në vend i kam fotografuar ose i kam sjellur në galeri, pastaj është edhe një video art të cilën e përgatita për këtë rast, është mënyra ime se si unë kujtimet, remembrance e shpreh në formë filmi, dhe u bë një ekspozit me të vërtet interesante, për besoj se është një ekspozit ndryshe për komunitetin artistik në Shkup, është një qasje moderne, një mënyrë tjetër e të shprehurit të luftës dhe kujtimeve, traumave. Një mënyrë komplet bashkohore, sigurisht. Një mënyrë nëpërmjet gjuhës që unë e flas më së miri, nëpërmjet imazheve, edhe jam i kënaqur është. Përveç fotografive dhe instalacionit për të cilën na folët deri tani, ne kemi edhe disa studente, nëse nuk gabojmë, ato të cilat kanë qenë modelet direkt, ja po i shohim edhe në fotografi, të cilët vinë nga instituti i të madh, siç e quajmë ne, Izet Curi, apo jo, janë studentet e tij, ato të cilat kanë të vendosura disa maska, të cilat i kanë pikturuar vetë, më tregove, dhe veshje të cilat i kanë dizajnuar vetë, besoj, apo jo, dhe kjo ka qenë një pjesë e rëndësishme e vetë ekspozitës. Si lindi ideja që të vinë ato, besoj ka qenë një bisedë të cilën e keni bërë bashkë me Izet Curin, apo jo? Ideja lindi së pari nga bashortja ime, Ganimetja, e cila përmendi performancën edhe tha du ishte mirë edhe në performancë, po unë njerë mendova, pastaj u ktheva prapë në atë, thash po ide shumë e mirë, dhe biseduam me zotin Izet, person mjeshtër i cili e solli farën e modës në trevat tona. E solli në Kosovë, e solli në Shkup, në
në regionin ton, nga Parizi, ku ai jetonte, dhe sot ai e ka institutin e modës në Shkup, me shumë sukses, të gjithë ata që tani janë me famë botërore, që i shesin produktet, dizajnet e tyre, do të të personave të famshëm botëror, janë frutat Izetit. Prej aty filloj. Edhe bisedova me Izetin, të inkuadrojmë një performansë të bëjmë, por njëherë mori me rezervë, pastaj në fund, kur e mbaruam bisedën, tha, mirë, ta bëjmë. E sidomos kur ka dalë kaq bukur, besoj besoj që edhe ati ka pëlqyer, sepse me të vërtet u bë performancë shumë e implementoi mirë këtë ekspozit dhe i falenderoj studentët e Izetit, Lenën edhe Artën edhe këtë vajzën të nuk tani kujtohet, po janë me të vërtet ishin shumë kooperative, tërhoqën vëmendje të madhe gjatë hapjes ekspozitës, u kompletua në këtë mënyrë. Po ju si artist, besoj një perfekcionist në vete, që punoni një artë ndryshe nga artit të cilën ne kemi pasur rastin që ta shohim në vendin tonë, sa janë realizuar pritshmëritë tuaja, sa ju si artist, si Burim Muftiu, jeni ndarë i kënaqur nga puna juaj, po e them, pastaj do të flasim për feedbackun. Artisti krijuesi asnjëherë nuk është i kënaqur edhe nuk mbaron, para se të mbaroj një projekt, ai e ka projektin tjetër, i ka plane tjera, po si të them, unë jam i kënaqur me këtë projekt, unë do ta përmbylli këtë projekt me një libër, me një botim, me materiale studimi të luftës, të konsumit, të psikologjisë imazheve, të konceptit ready-made, të antropologjisë, aspektit psikologjik, sepse kur njeriu shkon në blerje të veshmbathjes, shkon në dyqane, shikon veshmbathjen, shikon dezenin, shikon ngjyrën, madhësinë, çmimin, edhe asnjëherë nuk e shikon kukullat, manekenet në fytyrë. Mirë po, nëse një manekine e merr nga dyqani edhe e sjell në galeri, atëherë vizitori në galeri e di që në galeri... Do të fokusohet, besoj, më tepër tek fytyra. Dhe keni bërë shumë mirë. Po, edhe aty... Përshtypja e parë do ishte ta shohim manekinin dhe jo veshjet. Edhe unë, derisa po e montoja në fakt komplet videon, paraqitja ishte fytyra, ajo që në fakt e mori vëmendjen time, para veshjeve. Pikërisht, në galeri, kur vizitori e shikon eksponatin, do të fotografin apo instalacionin, e shikon në sy, e shikon në karakter, e shikon edhe manekinen e she ndryshe, unë edhe i kam zgjedhur këto manekine për shumë vite, sepse nuk është lehtë gjenden manekine të thyera. Sa ku konkretisht ju është dashur të bëni këtë përmbledhje? Po unë ky projekt është afatgjatë. Unë kam filluar këtë projekt para të themi 18 viteve, mirë po për ta finalizuar, kam filluar para 15 viteve. Njëherë rastisht fotografova, mandej mas një kohë fotografova edhe disa, thash u bëni cikël e mirë dhe ta ekspozoj diku, u prezentuan, pastaj në vitin 2009 në Bregenz, në Kunstlerhaus, dhe u tregua shumë e suksesshme. Pastaj vazhdova me këtë projekt. Mirë po, fjalën e kisha në psikologji, kur vizitori futet në galeri, i shikon në sy, edhe i shikon karakterit, aty e she edhe luftën, e she edhe autorin, e she edhe seriozitetin e punës, edhe mundin e autorit, krijuesit edhe çdo gjë. Varet sa mund të lexoj një imazh vizual dikush. Sa është i lexuar, sa ka lexuar, sa ka do të thotë është i thelluar, analizuar, është studiuar artet vizuale. Prandaj ai funksioni manekines ndrohet në galeri. Këto të mijat në ekspozitën time e kanë tregimin e tyre.
Ato flasin për luftë, flasin për vuajtjet, për të gjitha ato mundimet, Në vetë fytyra tani përshojmë që se cila shpreh një Po. trishtim ndryshe. Çdo fotografi, çdo manekin shpreh një dhimbje, një trishtim. Ashtu, Po. ashtu është, po. Besoj qëllimi juaj është arritur dhe duket që qenë ka një projekt që e keni shumë për zemër, meqenëse nuk e dija që ka marrë një kohë kaq të gjatë përgatitja e kësaj ekspozite, qenë ka një puna fagjate, siç e thatë dhe ju. Po, Prandaj ka rezultuar besoj kaq e suksesshme. Po, Për unë- shpërblyer edhe mundi juaj. po ashtu, projekte, si them, serioze marrin kohë. Unë zakonisht i kam projekte afatgjate dhe mes projekteve afatgjate unë fotografoj. Po. Fotografoj fotografi të rrugës edhe bëj tjera, do thotë, vepra. Mirë po, kam edhe atë temën tjetër të zhdukurve. E kam edhe temën e derbishve. Qëllimi im është që çfarëdo që kemi ne në trevat tona, ta përpunoj në mënyrën time dhe ta servoj. Së pari publikut ton edhe pastaj edhe më gjerë. Edhe unë mendoj se ato që kemi ne, ato do t'i kultivojmë, ato duhet t'i tregojmë botës. Aty është vlera. S'mund të mburemi ne me malet e Zvicrës. Ne mund të mburemi me malet tona. Edhe uji i burimit i cili rjedh, ne atë e përdorim ujin ton. Mirë po, ai uj bashkohet me lumeje dhe me oqeane, bashkohet me ujrat botror, përzihet, mirë po, duhet kohë. Prandaj edhe ato fruta që i mbjellim, ato farë që i mbjellim ne, duhet frutat tona t'i ham edhe ne edhe bota. Këtë e thoshte Omeri, Omer Kaleshi thoshte, për këto burimin, thoshte. Një artist është si një ujë që buron, edhe bashkohet me lumin, me oqeanin. Mirë po, jo çdo artist bashkohet me atje. Diku e udhën edhe thatë, kocka. E qartë. E tani duhet flasim pak për artet vizuale, për gjithë ne të cilët nuk jemi të fushës, ndoshta nuk është se e njohim shumë me ta dhe ju, ky art është një art më kompleks dhe kërkon tepër njohuri. Duhet flasim për teknikën, besoj përveç asaj që shkrepen fotografit komplet, puna juaj nga ajo që po e shohim kalon në fazat ndryshme në proces. Duhet të di këtë proces, derisa të arrini tek produkti final, tek fotografia, besoj secila ka punën e saj. Si punohet, si realizohet, si bëhet ky modifikimi i ngjyrave të cilat po e shohim ka ngjyrat ndryshme, mënyrat ndryshme, si punohet konkretisht puna me të cilën ju merreni? Kjo ekspozit ka kurator. Edhe kuratori është person i cili mirret me planifikimin e ekspozitës. Sa do t'jetë, si do t'jetë, ku do t'jetë, si duket më mirë në bashkëpunim me artistin. Edhe Galeria Nacionale e kishte kuratoren e cila në plot kuptimin e fjalës kontriboj. Mirë po, përveç kuratores, kishte edhe kurator tjetër të pavarur, tjerë që u morën me këtë punë. Një prej atyre është Burhan Ahmeti, i cili është piktor, është doktor i arteve vizuale, është profesor, i cili në mënyrën e vetë i dha sugjerimet për këtë ekspozit. Përveç kësaj, është edhe një kurator tjetër i cili jeton në Austri, Rafet Jonuzi, i cili në bazë të cilit është kuruar ajo pjesa e instalacionit, ato si tavolina që ishin. Ajo ishte një pjesë shumë e bukur. Ajo është ide e Rafet Jonuzit. Është një artist i cili jeton në Austri, i suksesshëm dhe plot kreativitet dhe mendime, do të thotë një projekt i tillë bëhet si bashkëpunim i disa personave. Pastaj është edhe Osman Demiri, fotograf i cili tërkohën ka qenë me mu gjatë montimit ekspozitës edhe përzgjedhjes edhe aranjimit e gjitha ato, edhe ai është një artist nga Gostivari, i cili kontriboi në këtë. E pastaj është performanca, është Izeti. Po më thënë, nuk është vetëm autori, nuk është vetëm artisti, po është një kombinim edhe ashtu bëhet, se bashkimi bën fuqi thonë. Prandaj edhe vetë asnjëherë njeriu nuk mund të vetë të sheh në për prizmën më të mirë punën e vet, po duhet mendimi i tjerëve. Për shembull, ishte fjala për një video art, të cilën e kam xhiruar vet. Po e disi, unë e ndija nevojën të bëj një video art.
edhe në një moment më shkrepi ideja, e mora fotografinë e një kukulle manekine, e futa në fund të tenxheres, e mbusha me ujë. Në kuzhinë e lëshova qeshmen të rjedhë, të pikoj ujë. Edhe është ajo drita e kuzhinës, ajo LED drita, mirë po ajo qëndron të kështu drejt e palëvizshme në balë. Edhe mu kujtua, thashe, me një dorë gjiroja, me dorën tjetër e përzija ujin në tenxhere që të kryohen ato valë të reflektimit në për ballin e manekines, ashtu u kryua edhe ajo video që ishte në këthe. Kreativiteti nuk ka fund, nuk ka kufizim. S'ka kufizim, nuk ka kufi. Ajo ty për aty të shkrep ideja, po prandaj dhe këshilla ime, artistëve të rinë, është që ate që kanë ide, ta realizojnë me njëherë, mos ta lënë, se pastaj avullohet nga mendja, është duke. Harohet. Për gjithë ata të cilët nuk e din, ju keni një lidhje të ngushtë me Maqedoninë, sepse bashkëshortja juaj në fakt është nga Prespa. E dua të di këtë punë të cilën e prezantuat në Shkup, është hera parë në fakt që bashkëpunoni me Galerinë Nacionale, ose keni pasur edhe paraprakisht punën tuaj që e keni prezantuar në Maqedoni? Po, kjo është ekspozita e parë. Si lindi bashkëpunimi juaj? Ka qenë kontakti direkt me drejtoreshën e galerisë? Me Dita Starovën? Kjo ekspozit është para personale në Galerinë Nacionale dhe u realizua nëpërmjet bekimit një mikut tim të cilin e takoja jo në galeri as në këto qarqe, e takoja jashtë edhe shumë shpesh edhe më thoshte ti duhet ta organizosh një ekspozit në Shkup, një ekspozit në Shkup. Dhe bukur pas ka bërë që pas ka insistuar në fakt. Sepse unë kam qeni fokusuar për ekspozita jashtë vendit, do të thotë kam qeni fokusuar më shumë për ekspozita në Amerika, jo e fundit ishte atje, në Gjermani, në Austri, në këto Turqi, në këto vende, edhe isha i orientuar që në perëndim, mirë po, a i më vedisoj, bekimi tha, duhet ta kesh një në Shkup. Para disa viteve kam patur në Galerinë Nacionale në Prishtinë dhe mendojsha se është mjaft, mirë po nuk ishte. Pastaj është Burhani i cili mori përsipër tha do të aplikojmë për program në Galerinë Nacionale, u aprovua për shkak pandemisë u shtyje një vjet e diçka e tani erdhi koha të realizohet. Mirë po, unë kam ekspozuar përpara në Galerinë Nacionale në ekspozita grupore. Bile, kur mbriu Skënderbeu në Shkup në vitin 2006, për mendorja që vendos, me 28 nëntor 2006, unë mora pjesë me një punim për Skënderbeun. Të gjithë kishin pikturuar Skënderbeun, kishin vizatuar, kishin bërë skulptura, figura, në bas të asaj që unë mendova çka të bëj unë. Unë, në fakt, në studion time, punova një instalacion. Shkova e fotografova përmendore në Skënderbeut në Prishtinë, ato i fotokopjova, i vendosa në një litar, fotokopjet, edhe prapavin e dekorova, e bona një instalacion për të fotografuar. E fotografova, dhe në basë asaj instalacionin e shkatrova që të mos egzistoj më ajo si instalacion, për të mbetet vetëm fotografi. Atë fotografi e printova, pëstaj e ekspozova në Galerinë Nacionale, dhe për befasi u vlerësua si punimi më i mirë dhe mora atë plaketën e Skënderbeut, çmimin e Skënderbeut në vitin 2006. Për mua ishte, si të them, gëzim më i madh ishte se arriti Skënderbeu arriti në Shkup, se sa ajo dhurat që gjithsesi edhe vlerësimi besoj ka qenë pjesë e rëndësishme komplet të kësaj pjesëmarrje. Këto i japin njeriut kurajo, i japin të vazhdoj të punoj, sepse, si të them, arti është për të ndarë me tjerët, nuk është vetëm për veti. Ja, kështu. A të shëndrosh në artist egoist, me pak fjallë, nëse nuk e ndarë me tjerët.
E pa u ndalur vetëm tek ekspozita Remembers, ekspozita e fundit që është kjo kujtime, për cilën folëm deri tani. Tani dua në fakt që të ndjekim vetëm pak minuta marketing, sepse është koha ku ne duhet të shkëputemi, pastaj rikthehemi sërish në studio për të ndjekur një performancë nga Joni dhe Butrinti dhe do të flasim sërish me artistin tash shumë të njohur, i cili e ndan jetën e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosovës, Shqipërisë edhe Maqedonisë. Do të flasim për komplet krijimtarinë e tij, meqense e kemi për herë të parë në studio dhe duam ta njohim më tepër se sa vetëm me ekspozitën kujtime. Prandaj na ndiqni.